Hajrushin e nalën në qendër të fshatit. Okej. Edhe i thanë që ti je po bashkëpunojsh me UÇK në bla bla, kjo tha unë jo, nuk jam Po. arsyetu. Edhe na mendum se që aty do ta lënë Hajrushin, thjesht do ta vrajnë. Dhe për fatin ton të keq, një farë rafalli, automat, kush e bon, nuk e di, unë mendova që... E vron këta, po. Po, kur për ky po vjen, Shtu. Grisa, mam, babi po vjen. O Zotin madh, ka qenë shumë, edhe sot kur e kujtoj, ma lun emocionin absolut. Pastaj kur kemi kalu pak në fshat, edhe Hajrushi na tha, shkurte, nëse pështojmë që e kalojmë një shtëpi aty, ishte shtëpia e Vlladës. Tha, na pështojmë ndoshta. Po në moment që kemi shku te ajo shtëpia, neve na kanë gjujt me snajper. Mas. Do më thonë një atentat që veç Zoti i madh e din ai çysh na ka shpëtu. Pastaj ka hy Hajrushi knej mas një traktori. E kom vazhdojshit, a? Jo, me kerr. Me kerr. Me kerr. Okej. Pastaj edhe një plum në kardh, merrem me men, jemi kona 8 veta në makinë. 8 makinë. 8 në makinë. Edhe deshti Zoti. Pa thonë Zoti nuk ndodhin gjanat. Edhe na prap shpëtua. Edhe në fund mas nej, kur shkum në fund të fshatit, e nalëm makinën që tashti unë thysha ta qisim arbrin dikum që bile ky në të shpëton. Mirë po, kerët i kishin marrë rrudhën për vetja ata të shkretit, thash Hajrushi ta diçka. Kjo gjomi për para i kerrit, kret ra. Mos. Ra, na pa gjam. Pa gjam, a? Thash, hajde Hajrush, po nisemi, inshallah Zoti po na ruan, s'kem çka me bë. Prap kemi hyrë në kerr. Bilem kanë shpëtu vetëm ato gjana që i kum pas në kerr, që një herë i gjujta, s'disha çka po ndodh, çka me bë. Domethënë ishte prap kemi hyrë në kerr dhe Ja, kishte të tjerë civil shqiptar aty bashkë me juve që ishin. Jo, na ishin vetëm. Vetëm ishit, a? Civil shqiptar me traktora, me ikën, gjithë ikën. Atëherë na i kom marrë fëmin prap, nana Hajrushit, ndjes pas, bashkë me mesën me Aden, edhe kemi hyrë prap në makinë dhe kemi shkuar në ato fushat e Vërmicës ku ishin të gjithë, që kemi nejt 4 ditë për me kaluar kufinin Te liçeni që tje. të liçenit.